Si të zhdukni kallot brenda natës? Kjo recetë do ju befasoj. Kallot në këmbë kthehen në një problem shumë shqetësues gjatë stinës së verës. Nëse vuani nga to, ju rekomandojmë që të mos vraponi direkt drejt ilaçeve, por të aplikoni përbërës natyral në dietën tuaj. Kallot në këmbë janë një shqetësim i shpeshtë, por të shumt janë edhe ilaçet për to. Ky shqetësim i cili prek si meshkujt ashtu dhe si femrat, përveç dhimbjeve, shkakton edhe probleme në ekspozimin e këmbëve tuaja. Së pari, receta natyrale kundër kallove të këmbëve mund të jenë ato me limon, për të aplikuar gjatë gjithë natës, duke vendosur një fetë ose lëngun e limonit në shputat tuaja, do të lehtësoni kështu edhe krijimin e kallove. Edhe xheli me bazë aloe vera është një zgjedhje shumë e mirë për problemet që shfaqen në këmbë. Ju mund të përgatisni një përzierje me xhelin e 3 deri në 4 lugë gjelle aloe vera dhe ta aplikoni në pjesën e kallove për të lehtësuar kështu edhe problemet e tyre.